shumë të ri që ikin nga një punë dhe duan të bëjnë biznesin e tyre, e di çfarë bëjnë gjën e parë? Bëjnë një zyrë të bukur. Bëjnë një tavolinë të bukur. Ai mendsinë e pronarit të Supermarsit ka pa pronarin që ka punu më përpara dhe ka pa që ai ka një zyrë të bukur, një ambient të bukur dhe ka marrë edhe një sekretare aty, ka marrë edhe një shofer aty dhe thot kjo është përkohë që fillon e kundërta, ti s'ke nevojë me marrë as sekretaren, as tavolinën, as karrigen, as i gjë. Shkon që shet i herë, shkon e shet veten, idenë, projektin, konceptin tënd me të ardhurat, pastaj ngarkohesh me punë dhe fillon e delegon se koha jote kushton më pak dhe vjen te pjesa nën kontraktive. Një nga shgënjimet e mëdha që sojnë startupet apo supermarketet e ri është shgënjimi me konceptin e CEO, Chief Executive Officer. Dhe unë shpeshherë u them, keni gatuar, në fazat e parë të biznesit nuk është Chief Executive Officer, është Chief Everything Officer. Ti si supermarket do bësh edhe pastruesin, do bësh edhe rojen, edhe transportuesin, do bësh edhe shefin, edhe accountant, do shohësh edhe çështjet ligjore, do shohësh çdo gjë në atë fazë që është e nevojshme për të bërë. Dhe nuk ka mund të tërarësh.